Në Maltëzi është hapur qendra për kapacitetet kibernetike të Ballkanit Perëndimor me qëllim të rritjes së sigurisë kibernetike në rajon dhe harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ministri i Administratës Publike në Malin e Zi, zoti Marash Dukaj, tha se hapja e kësaj qendre është një rëndësie të veçantë për mbrojtjen e rajonit nga sulmet kibernetike. Kjo qendër është tepër e rëndësishme për mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Pse? Sepse kjo qendër do të jetë institucioni kryesor, jo vetëm në Maltëzi, por edhe në rajon, për trajnimin e kuadrove për mbrojtje kibernetike. Pra këtu, jo vetëm se do të bashkohen ekspertët nga Malizi, por nga i gjithë rajoni, për të trajnuar, kurse ata të cilët do të japin ligjërata do të jenë ekspertët e nivelit botëror, duke filluar nga State Department, Parizi, Tel Avivi, Berlini, Roma e të tjerë, të cilët e natyrisht edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor do të bashkohen për të trajnuar kuadrot në këtë fushë shumë të rëndësishme e kom potencuar disa herë që është lufta më e rrezikshme sot, jo vetëm në Evropë, por edhe me zero. Ngjarjet e fundit në Parlamentin e Malit të Zi, ku si pasojë e pensionimit të gjyqtarëve të kushtetuesës u shkaktua një krizë politike, ministri Dukaj e cilëson si një veprim të gabuar të shumicës parlamentare. Por këto gabime po përsëritën në kontinuitet nga një numër i konsiderueshëm i pozitës dhe nuk janë në favor të integrimit të Malit të Zi. Ne kemi ngritur zërin, do të vazhdojmë ta ngrisim zërin dhe kemi potencuar se duhet të merremi me temat që na unifikojnë, jo me temat të cilat na ndajnë. Zoti Dukaj vjen në dukje se marrëveshja e koalicionit qeverisës është duke respektuar atë këtë sipas tij e dëshmon edhe mbyllja e 3 kapitujve në Bruksel. Qeveria deri më sot nuk ka sjell asnjë vendim që është në kundërshtim me marrëveshjen. Këtë e dëshmojnë edhe rruga e Maltëzi drejt Bashkimit Evropian. Mbas 7 vitesh ne kemi arritur të mbyllim 2 kapituj që janë të lidhur drejt për drejt me ministrinë time dhe edhe me ministrinë e zotit Xheloshaj. Pra kemi 3 kapituj që ne si Forum Shqiptar kemi ndikuar në mbylljen e tyre dhe kjo është një rezultat. Ministri Dukaj tha në fund se përfaqësuesit shqiptar do të jenë pjesë e qeverisë malazeze derisa të respektohen të gjitha pikat e marrëveshjes qeveritare. Ne do të jemi pjesë e qeverisë derisa të respektohemi dhe derisa të respektohen marrëveshjet. E marrëveshja jonë është shumë e qartë. Pra Malizi drejt Bashkimit Evropian, antare e plot fuqishme e NATO-s, raporte të jashtëzakonshme dhe me të gjithë qinjet në mënyrë të posaçme me Shqipërinë dhe me Republikën e Kosovës. Pra këto janë parimet nga të cilat ne nuk do të lëvizim. Pra nëse këto parime vyhen në pyetje, ne nuk do të jemi natyrisht pjesë e kësaj qeverie. Për Zërin e Amerikës nga Podgorica, Alesalej.